تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Gjithë lavdia takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devijon dhe kë devijon Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe i vetëm, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë ti i lartësuar dhe i pastër nga çdo mëjet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti e gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme ato që na ke mësuar, na mëso ato që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej, me lejen dhe me ndihmën e Allahut, vazhdojmë me leximin e librit Al-Adabul Mufrad të autorit Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, i cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të Hijretit. Allahu e mëshiroft, atë e falt, atë na falt ne prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Kemi arritur të tema ku ka thënë autori rahimahullah babul majarra. Do të thonë temë që ka të bëjë me rrugën e qumshtit. Do të thonë dini bëhet fjalë për atë pjesë të qiellit, nëse shikon qiellin natën në natë të kthjellët edhe kur nuk ka hënë, dhe nëse është larg prej dritave të qyteteve, fshatrave kështu me radhë, njeriu atëherë në atë mënyrë mund të shohë një numër shumë të madh të yjeve dhe e vëren se në pavarësisht në mesin e qiellit, domethënë që fillon nga njëra anë deri te ana tjetër përmes kupës së qiellit, në atë rajon ka më shumë yje, janë më të dendura, ka densiteti të madhe të yjeve dhe kjo pjesë quhet majarra. Domethënë kjo fjalë tani në gjuhën bashkëore përdoret për emrin e galaktikës. Do të thënë nëse e përkthejmë direkt, do ta kishim kuptuar si galaktik, por është për qëllim për këtë galaktik, si i thon diturinë e astronomisë, galaktika rruga e qumshtit. Edhe kjo është ajo që quhet gjithashtu në qiell, ajo që duket në këtë pjesë që tham, pra emri shkencor ashtu i thuhet rruga e qumshtit ose udha e qumshtit. Është, domethënë, kjo pjesë e qiellit dhe ju siç e dini, domethënë në këtë shkencën e astronomisë thonë se thotë nuk ekziston qiell, por është hapësirë e hapur, edhe ka grupe të ndryshme të yjeve që quhen galaktika, që vërtiten ata rreth një pike qendrore të galaktikës, dhe ajo që e shohim, do të thënë ku janë yjet më të dendura, është ana e galaktikës ose sky, do të thënë i galaktikës tonë, e rrugës qumshtit. Dhe gjithashtu në qiell shohim edhe galaktika të tjera. Do të thënë kjo është ajo që thuhet në astronomi. Mirëpo nëse kjo ka kundërshtime me shikimin e syve, domethënë, me logjikën e shëndosh, ka kundërshtime të shumta, domethënë sepse sipas asaj, domethënë toka vërtetet rreth vetes, edhe vërtetet rreth diellit çdo vit, rreth vetes çdo 24 orë, edhe bashkë me diellin rreth qendrës galaktikës, dhe kjo galaktikë gjithashtu lëviz në krahasim me galaktika të tjera. Dhe nëse kishte qenë ashtu, me të vërtetë nuk ka mundësi që secilën natë të shihen yjet e njëjta në qiell. Dhe pozicionet e njëjta mes tyre,
nuk është e mundshme, nëse kishte qenë kështu, domethënë kjo është minimumi i logjikës shëndosh, dhe gjithë kjo lëvizje nuk mundet që çdo natë të jenë me qindra e me mijëra vite dhe me më shumë, domethënë sipas regjistrimeve të shumë të lashta, ato pozitat e yjeve janë ashtu siç kanë qenë gjithmonë. Edhe nuk ka ndrim të pozitës. Megjithse, siç thuhet, do thotë pra toka vazhdimisht, edhe njeriu të vazhdimisht e ndron atë, domethënë pikpamjen ose drejtimin e shikimit, dhe nuk mundet domethënë çdo herë të jenë yjet në vendet e njëjta. Prandaj në tekstet e shariatit, në librin e Allahut, përmendet në vendet shumëta se Allahu e ka ndërtu qiellin si ndërtesë që është kupoll mbi krijesat e tij, mbi tokë. Edhe mbi të ka 7 qiej, dhe mbi qiejt është kursia, mbi kursien është arshi, froni i Allahut, dhe mbi të është Zoti i madhështisë dhe madhërisë, Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe yjet janë vendosura në qiellin më të ulët, qiellin e tokës, që të jenë, si ka përmendur Allahu në ajetet ndryshme, do të thënë janë zbukurim për qiellin, stolisje, dhe janë udhëzim për njerëzit që të udhëzohen në errësirat e detit dhe tokës, dhe janë gjithashtu gjuajtëse për shejtanët, të cilët mundohen ta vjedhin, do të thënë me dëgjim të përvjedhur, të marrin lajme për të ardhmen dhe t'ua përcjellin bashkëpunëtorëve të tyre prej fallxorëve dhe magjistarëve. Këto janë 3 qëllime për cilat Allahu i ka vendosur yjet në qiellin e parë. Edhe ato janë të vendosura në atë vend dhe lëvizin ashtu si e kanë rrugën e caktuar, asnjëherë nuk ndryshon kjo. Kurse planetet e ndryshojnë pozitën, por edhe ato kanë një trajektore të caktuar që vazhdimisht shkojnë sipas saj, dhe nuk është ashtu si pretendojnë ateistët dhe mosbesimtarët, domethënë që çdo gjë është e hedhur pa rregull kështu me radhë. Për këto çështje Allahu na ka dhënë dituri në librin e tij dhe përmes sunetit pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Domethënë nuk ka lënë diçka për cilën nuk kemi njohuri. Si kanë thënë sahabët, madje edhe për shpezët që i lëvizin krahët në përajër, na ka tregu dituri, edhe për çdo mësi tjetër. Edhe në lidhje me këtë rrugën e qumshtit, është përmendur në disa ethere prej sahabeve. Këtu ka përmendur autori rahimahullah 2. Ka thënë حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين وغيره عن أبي الطفيل سأل ابن الكواء عليا عن المجرة رضي الله عنه. Do thot me këtë zinxhir thot se Ibn al-Kawa e ka pyetur Aliun radhiyallahu anhu për rrugën e qumshtit. قال هو شرج السماء. قال هو شرج السماء. Do të thonë është rruga e qumshtit është, do ta shpjegojmë fjalën sharaj, do të thonë në qiell. Wa minha futihat as-sama'u bima'in munhamir. Edhe prej kësaj është hapur qielli me ujin e rrëmbyeshëm ose të shumt. Dhe po ashtu në zinxhirin tjetër ose hadithin tjetër, transmetimin tjetër, thot Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Arim قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال براكثان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما القوس أمان لأهل الأرض من الغرق. Në Ylberi është garancë për banorët e tokës se nuk do të ketë përmbytje të plotë, domethënë. Wal majarra babu as-samai alladhi tanshaqqu minhu. Kurse rruga e qumshtit është dera e qiellit prej cilës do të çahet qielli. Këta dy ethera prej sahabeve nga Aliu radhiyallahu anhu dhe nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in. Në etherin e parë thot se Ibn al-Kawa e ka pyetur Aliun radhiyallahu anhu, dhe ky person ka qenë një prej xhavarixhve,
ibn al-Kawwa, ka qenë prej Khawarizve, por më vonë është kthyer dhe i ka qëndruar afër Aliut radhiyallahu anhu dhe ka mësu prej tij dhe ka pyetje të shumta që i ka bërë Aliut radhiyallahu anhu. Një prej këtyre e ka pyetur për këtë pjesë të qiellit, rrugën e qumshtit. Ka thënë Aliu radhiyallahu anhu huwa sharajus sama. Fjala sharaj në gjuhën arabe do thotë ajo hapësira e luginës, ose si thuhet korita e luginës. Do të thënë pjesa më e ulët, më hapja në fund të luginës, quhet sharaj, ose gjithashtu quhet edhe pjesa e ku mblidhen ilikët e qepjes së rrobës. Do të thënë ku ka më shumë pej, më shumë do të thënë shpime të gjilpërës edhe kalimet, do të thënë ajo pjesa e grumbullimit të ilikëve të rrobës. Këto janë dy kuptimet gjuhësore të fjalës sharaj. Ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, kjo është, do të thënë rruga e qumshtit është Meket, ose është ajo siç është çarja e tokës në koritën, do të thënë pjesën më të ulët të luginës, ose është si pjesa ku është qepur rroba. Edhe këta e kanë shpjeguar edhe Aliu dhe Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum. Ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, wa minha futihatis sama'u bima'in munhamir. Edhe prej kësaj është hapur qielli me ujë të shumt. Munhamir do të thonë të derdhur, të shumt. Është për qëllim hapja e qiellit në përmbytjen e popullit Nuhit, ose përmbytjen e tokës, do të thënë kohën e Nuhit alayhi salatu wassalam. Edhe në hadith tjetër, në transmetim tjetër, zinxhir tjetër, përmendet se e ka thënë këtë Aliu radhiyallahu anhu dhe ka citu ajetin fafatahna abwab as-sama'i bima'in munhamir, do të thënë i hapëm dyert e qiellit me ujë të shumt derdhës, do të thënë. Është për qëllim kur është hapur qielli, aty ajo është vend në sezon. Mirë. Në etherin e Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma është përmendur një pjesë e shkurt, kurse ndodhia kur është përgjigjur Abdullah ibn Abbas është më e gjatë. Është pyetur, do të thënë Herakli i ka dërguar letër Muawijes radhiyallahu anhu. Edhe ka thonë Herakli do të shkruaj një letër nëse ka mbetur te këta diçka prej pejgamberllokut, që me të vërtetë do thotë e kanë pasur pejgamberin e Allahut në mesin e tyre, nëse është e vërtetë, do t'i kenë këto dituri, ky umet, do të thonë muslimanët. Prandaj i ka dërguar
letër Muawijes edhe e ka pyetur për 3 çështje. E ka pyetur për rrugën e qumshtit, për ylberin dhe e ka pyetur për një pjesë të tokës të cilën e ka ndriçuar dielli vetëm një herë, domethënë në ekzistim. Dhe kur i ka ardhur kjo letër Muawijes radhiyallahu anhu, e ka thënë inna hadha la shay'un ma kuntu arahu an us'ala anhu ila yawmi hadha. Ka thënë këto pyetje nuk kam menduar se do të pyetem ndonjëherë deri sot, domethënë nuk kam menduar se do të vinë pyetje të këtilla. Ka thënë men li hadha, domethënë kush është kompetent për t'ju përgjigjur këtyre? Kam thënë Ibn Abbas. Atëherë Muawiya ka palu letrën, e ka palosur edhe ja ka dërgu Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma. Dhe Abdullah ibn Abbasi e ka shkruajt përgjigjen, ka thënë innal qausa amanun li ahli al-ardi min al-gharq. Domethënë ylberi është sigurim ose shenjë sigurisë, do thotë, për banorët e tokës se nuk do të përmbyten komplet, domethënë e gjithë toka. Edhe kjo është, domethënë pas mbarimit të përmbytjes, atëherë Allahu subhanahu wa taala ja ka dërguar këtë shenjë Nuhut alayhi salatu wassalam, domethënë daljen e ylberit e ka dërguar si shenjë se do të jetë dhe i ka shpallur se kjo është shenjë e garancës se nuk do të ndodh tjetër herë që e gjithë toka të përmbytet. Prandaj, domethënë ylberi është shenjë, simbol për mosdënim, domethënë në këtë aspekt. Për këtë shkak e kanë marrë këtë si simbol të tyre, por ngjyrat nuk janë mbrojtje. Domethënë mbrojtja vjen nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe vjen kur njerëzit i nënshtrohen ligjit të Allahut. Pastaj çfarë shenjë dërgon Allahu për këtë? Ajo është sipas asaj që do Allahu subhanahu wa taala. Domethënë kjo ka qenë përgjigja për pyetjen e ylberit, edhe ka thonë wal majarratu babus sama alladhi tanshaqqu minhu. Edhe kjo rruga e qumshtit, domethënë është dera e qiellit prej cilës do të çahet qielli, domethënë për ditën e gjykimit. Është hapur një herë në këtë vend në kohën e Nuhut dhe aty do të fillojë hapja dhe çarja në ditën e gjykimit. Wa amma al-buqa allati lam tusibha ash-shamsu illa sa'atan min naharin, kurse vendi i tokës që nuk i ka rënë dielli, domethënë asnjëherë përveç se një kohë të shkurtë të ditës, një herë vetëm, është domethënë toka e detit ku është hapur për që të kalojnë Benu Israil. Këto përgjigje i ka dhënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pra ka thonë, siç thamë, Aliu radhiyallahu anhu ka argumentuar me ajetin ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر, domethënë i kemi hapur dyert e qiellit me ujë të shumt, thot për kohën e Nuhut. Kurse Abdullah ibn Abbasi ka thënë që gjithashtu aty do të çahet në ditën e gjykimit, si ka thënë Allahu wa anshaqqatis samaa'u wa hiya yawma idhin wahiya. Domethënë do të çahet qielli dhe atë ditë do të jetë domethënë i dobësum qielli. Do thotë nuk e ka këtë fuqi që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala përpara asaj ndodhije. Kurse sa i përket ylberit, domethënë ka lidhje me në gjuhën arabe, quhet qausu quzah. Domethënë kështu ka qenë e njohur te arabët dhe disa prej dietarëve kanë thënë se është fjala qausu quzah, domethënë harku i quzahut. Dhe disa prej dietarëve kanë thënë se e kanë quajtur kështu arabët se për herë të parë e kanë pa këtë ylberin, domethënë duke dalë mbi kodrën Quzah që është në Muzdalife. Dhe kurse disa thonë se është emër i shejtanit. Fjala Quzah, domethënë është emër i shejtanit, dhe prandaj Aliut radhiyallahu anhu kur ja kanë përmendur qausu Quzah, ka thënë mos thoni ashtu, domethënë mos thoni harku i shejtanit, sepse ajo është harku i Allahut. Domethënë Allahu është që e ka sjell këtë shenjë që të duket. Prandaj domethënë për të gjitha këto çështje
ndërlidhja e këtyre haditheve është se çdo gjë është vetëm në dorën dhe me caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj në temën tjetër ka thënë autori rahimahullah, babu man kariha an yuqal Allahumma ij'alni fi mustaqarri rahmatik. Do të thonë urrehet fjala o Allah më bën, do të thonë më fut në brendësinë ose vendin ku qëndron mëshira jote. Pra më fut në vendin ku qëndron mëshira jote. Kjo është fjalë që nuk bën të thuhet. Ka thonë, pra thot Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو الحارث الكرماني قال سمعت رجلا قال لأبي رجاء. Pra thot Abu al-Harith al-Karmani, thot dëgjova një njeri duke I thënë Abu Rajait, aqra'u alayka as-salam wa as'alu Allah an yajma'a bayni wa baynaka fi mustaqarri rahmatik. Fi mustaqarri rahmatihi. Pra thot të bëj selam, I ka thënë ky njeri Abu Rajait, I ka thënë të ta përcjell selamin dhe e lut Allahun që të na bashkoj mua dhe ty në vendin ose vend qëndrimin e mëshirës së tij. Ka thënë wa hal yastati'u ahadun dhalik? Ka thënë a ka mundësi dikush këtë? A mundet dikush ta arrijë këtë? Dhe I ka thënë fema mustaqarru rahmatihi, pra cili është vend qëndrimi ose aty ku qëndron mëshira e tij, ka thënë ai ka thënë el janna, do të thënë ne kam për qëllim xhenetin. I ka thënë lem tusib, pra nuk e qëllove. Atëra I ka thënë fema mustaqarru rahmatihi, atëra cili është vendi I mëshirës së tij ose ku qëndron mëshira e tij, ka thënë Rabbul Alamin, është Zoti I botëve. Thotë këtu është qëllimi me këtë përgjigje që e ka dhënë Abu Raja, I cili është një njeri prej muhadraminve, do të thënë muhadram, një njeri që ka pranuar Islamin në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por nuk e ka takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nuk është prej sahabeve, në vlerë është në gradën e tabiinëve, mirë po, është prej tabiinëve më të mëdhenj dhe ka më shumë thotë në transmetim, po edhe në vlerë nuk është në gradën e sahabeve, por është më shumë se grada e tabiinëve. Do thotë dhe ky Abu Raja që quhet Imran ibn Milhan al-Utaridi, do thotë ka jetuar pra është bërë musliman kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka transmetuar shumë, ka dituri dhe njohuri, do të thënë për kuptimet e Kuranit, ka qenë shumë ibadetxhi dhe ka thënë kur doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lamma bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fararna ila an-nar. Ka thënë kur u dërgua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur erdhi shpallja, ne hikëm drejt xhehenemit. Pastaj, do të thënë e ka për qëllimin se kanë shku te Musaileme el-Kadhab. Thotë pasi ai ka pretenduar pejgamberllok gjithashtu, ka një grup I njerëzve që janë bashkangjitur. Pastaj kur ka ndodhur çlirimi I Mekkes, atëherë ky e ka pranuar Islamin, është larguar nga Musaileme dhe e ka pranuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe siç tham, është bërë prej dietarëve më të mëdhenj, edhe me dituri të thellë, me kuptim dhe ka transmetuar gjithashtu shumë prej sahabeve dhe ka qenë imam I popullit të tij 40 vjet. Do të thënë I ka udhëhequr në namaz dhe në xhuma. Ka vdekur në vitin 109 të Hijretit, kur ka pas më shumë se 120 vjet. Do të thënë mosha e tij mbi 120 vjeçare në vitin 109 të Hijretit. Rahimahullah. Këtu në këtë ndodhi tregon se me të vërtet ka pas dituri të thellë, edhe kuptim për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Sepse fjala mustaqar në gjuhën arabe, do të thonë vendi I qëndrimit, do të thonë
aty ku e ka vendin diçka. Do të thënë prej ku qëndron edhe ku është vendi i vet. Edhe ky njeri tjetër ka kuptuar se bëhet fjalë për xhenetin, sepse aty thuhet do të thënë siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun, do të thënë ata të cilëve do t'u zbardhen fytyrat janë në mëshirën e Allahut dhe aty do të jenë përgjithmonë. Dhe këtu xheneti është quajtur mëshira e Allahut. Edhe gjithashtu në hadith kutsi Allahu i ka thënë anti rahmeti, do të thënë ti je mëshira ime, që me ty unë mëshiroj këtë dua. Qëllimi në këto tekste, në ajetin dhe hadithin, është se xheneti është gjurmë e mëshirës së Allahut, ose rezultat i mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Kurse mëshira e Allahut është cilësia e tij, e pandashme prej tij subhanahu wa taala. Nuk është krijesë. Do të thënë ky është kuptimi i selefit për emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë cilësitë e Allahut nuk janë të krijuara, që të jenë dikun tjetër, po ato janë veti të pandashme të Zotit botëve, edhe nuk lejohet thuhet diçka tjetër përveç kësaj. Prandaj ka thënë, kur ky njeri ka thënë Allahu na bashkoft mua dhe ty në vendin e mëshirës së tij, ose më thënë burimin e mëshirës së tij, ose vendqëndrimin e mëshirës së tij, ka thënë wa hal yastati'u ahadun dhalik. Do të thënë këtë nuk ka mundësi askush. Askush nuk mund të shkojë te Allahu subhanahu wa taala. Edhe i ka tregu që xheneti është rezultat, kurse mëshira e Allahut është cilësi e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak, do të thënë duhet ta kuptojmë se lutja duhet bëhet sipas asaj që ka ardhur në Kur'an dhe në Sunet. Do thënë kemi lutje të shumta të përmendura në librin e Allahut, edhe më shumë ka në hadithe sahiha në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe njeriu duhet të lutet me to, që atëherë është i sigurt se nuk ka gabu. Nëse lutet sipas lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, padyshim se nuk ka gabuar. Por disa njerëz kanë qef, mendojnë se mund ta zbukurojnë edhe më mirë lutjen se atë që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse kemi përmendur në këtë temë hadithin e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, kur ai e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë më mësoj një lutje me të cilën do të lutem në namazin tim dhe në shtëpinë time. Do thotë Abu Bekr as-Siddiq, më i dituri i umetit dhe më i miri i njerëzimit pas pejgamberëve, edhe që më shumë ti e ka njohur gjuhën dhe në veçanti gjuhën arabe, do të thënë ka ditur të shprehet në mënyrën më të mirë, e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'i mësoj një lutje. Dhe e ka mësuar që të thotë në fund të namazit, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Edhe kjo mjafton. Do të thonë Allah, unë i kam bërë padrejtësi vetes shumë dhe nuk i fal mëkatet askush pos teje, prandaj më fal me një falje prej teje të dhuruar dhe më mëshiro, se ti je falës dhe mëshirues. Edhe kjo, do të thënë lutje e fuqishme dhe e plot, nuk ka nevojë që njeriu të mundohet ta zbukurojë më shumë. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me xhenetin, do të thënë kthehemi temës, ka thënë idha sa'altumullaha fas'alul firdaus fa innahu awsatul janna. Do të thënë kur ti kërkoni Allahut, kërkojani xhenetin Firdaus, sepse ajo është mesi i xhenetit, dhe në tjetër hadith, në realitet në këtë hadith, wa a'la al-janna, edhe më i larti, do të thënë shkalla më e lartë e xhenetit, wa fawqahu arshur rahman. Mbi të është vetëm arshi, froni i të gjithë mëshirshmit, wa minhu tafajjaru anharul janna. Edhe prej tij burojnë lumente e xhenetit. Do të thënë kërkojeni Allahut Firdausin, pra thuj, o Allah, më fut në xhenetin Firdaus. Edhe nëse i thu dikujt Allahu na bashkoft në xhenetin Firdaus,
Allahu na bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenetin Firdaus. Domethënë kjo është e mjaftueshme, s'ka nevojë për shprehje të tjera në vendqëndrimin e mëshirës së tij kështu me radhë. Domethënë, pra lutja mjafton të jetë është e mjaftueshme, edhe është më e mira, domethënë sipas asaj që ka ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në temën tjetër thot babu la tasubbu ad-dahr. Do të thënë mos e shani kohën. Ka thënë haddathana Ismail قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. Do thot me këtë zinxhir transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos thot askush prej jush ja khaybat ad-dahr. Do të thonë si më thon kohë dëshpërimi. O çfarë kohë dëshpërimi, do thonë ose kohë e keqe, ose me këtë kuptim sepse Allahu është koha. Dhe në hadithin tjetër, pashtu nga Abu Huraira thot Imam Bukhari حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أبو هريرة transmetohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la yaqul ahadukum ya khaybat ad-dahr. Mos thot askush prej jush o kohë e keqe ose o dëshpërimi i kohës. Do thotë kjo është mënyra të shprehurit në gjuhën arabe ku përmendet masdar, do të thënë rrënja e foljes e atribuar, do të thënë çfarë kohë, sigur kur themi në gjuhën tonë sa kohë e keqe ose sa kohë dëshpëruese ose kohë që sjell të këqija ose do të thënë me këtë kuptim. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jall, pra ka thënë Allahu i lartësuar ana ad-dahru ursilu al-layla wan-nahar. Pra unë jam koha, unë dërgoj ditën dhe natën. Fa idha shi'tu qabadtuhuma, nëse dua i ndali ato. Pra nuk e dërgoj ditën ose nuk e dërgoj natën. Kjo është lidhe me kohën. Pastaj hadithi vazhdon wala yaqulanna lil-'inabi al-karm. Edhe gjithashtu ka thënë mos e emërtoni rushin karm. Do të thënë në gjuhën arabe që do thotë bujar ose fisnik. Fa inna al-karma ar-rajulu al-muslim. Sepse bujar është ose fisnik është njeriu musliman. Lidhje me kohën, pra në këta dy hadithe është përmendur se ndalohet, do të thënë sharja e kohës ose shprehja e dëshpërimit nga koha, duke thënë se kjo kohë është kohë e dëshpërimit, kohë që sjell të këqija për shembull, ose me këto kuptime, ose ditë zije, për shembull, ose ditë e zezë, thotë ato janë të ndaluara. Se kjo sharje edhe kjo ankes nga koha, në realitet është ankes për krijuesin e kohës, edhe atë që e sundon kohën, Allahu subhanahu wa taala. Për këtë shkak ka thënë Allahu, unë jam koha. Do të thënë unë jam ai që e sundoj edhe e kontrolloj kohën dhe dërgoj ditën dhe natën. Dhe në hadith tjetër ka thënë yu'dhini ibnu Adam, do të thënë më shqetëson, ose thot Allahu, më ofendon biri Ademit, se thot, do të thënë e shan kohën, ose në këtë kuptim thot ja khaybat ad-dahr, do të thënë dëshpërimi kohës ose ditë dëshpëruese. Do thot gjitha këto kuptime, sharja e kohës dhe ankesa nga koha është ofendim për Allahun subhanahu wa taala, sepse koha nuk vepron vetvete, nuk është diçka që vendos çka do të sjell të mira ose të këqija, por është Allahu subhanahu wa taala ai që cakton çdo gjë dhe për këtë shkak nuk lejohet. Nuk lejohet shahet, do të thonë sepse shahet vepra e Allahut subhanahu wa taala.
Por në këtë hadith ku ka thënë ana dahru, unë jam koha, a është kjo prej emrave të Allahut? Do të thënë ad-dahr ose koha, a është prej emrave të Allahut? Nuk vërteton ky hadith se ky është emri i Allahut subhanahu wa taala. Këtu ka thënë unë jam koha, mirë po këtë e ka shpjegu me njëherë. Do të thënë gjitha hadithet që transmetohen, pra është ana dahru uqallibu al-layla wan-nahar. Do të thënë unë jam koha, e rrotulloj ditën dhe natën. Ose këtu ursilu al-layla wan-nahar, e dërgoj natën dhe ditën. Do thotë kjo do të thënë se koha është krijesa ime. Dhe unë jam ai që pra thot Allahu subhanahu wa taala, unë jam ai që kam vendosur në kohë atë që kam vendosur. Prandaj kur e shan kohën, do të thënë automatikisht e shan Allahun subhanahu wa taala. Prandaj nuk lejohen fjalë të këtilla. Edhe do të thënë shprehje sikur ka ardhur kohë e keqe ose kjo është kohë me ofendime të tjera, do të thënë të tmerrshme ose e zezë ose ditë e zezë ose diçka e tillë. Të gjitha ato nuk lejohen sepse është paknatësi me caktimin e Allahut, me një aspekt. Aspekti tjetër, kur njeriu e akuzon kohën, do të thënë nuk vepron vetë për përmirësim, se kuptohet që çdo gjë që vjen është me caktimin e Allahut. Mirpo në shumicën absolute të rasteve është për ndonjë shkak, për ndonjë mangësi që ka lënë njeriu, ose ka bërë diçka që nuk është dashur ta bëjë, ose nuk e ka bërë atë që është dashur ta bëjë. Kujdesin, për shembull, marrja e shkaqeve për sjelljen e të mirës, nuk e ka kryer vetë. Thotë nuk ka punu në kohën e punës, edhe pastaj e akuzon kohën, ose ditën, ose natën. Prandaj kjo hedhja akuzës dikun tjetër e bën njeriu edhe më pasiv, edhe më shumë që t'i vinë edhe më shumë të këqija. Prandaj besimtari nuk është i orientuar, do të thënë që vetëm tankohet ose ankohet prej njerëzve, ose ankohet prej kohës, ose ankohet prej shtetit, për shembull, ose prej, do të thënë çdo lloj fajtor, ka vetëm vetën nuk e quhen fajtor. Por besimtari duhet të jetë i kënaqur me atë që ka caktuar Allahu dhe ta shqyrtoj ku ka qenë gabimi. Do të thënë ta kontrolloj çka lësh mangut ose çka bëra diçka që s'është dashur ta bëj. Do të thënë ato duhet ti kontrolloj që të jetë efikas dhe efektiv. Tani tema tjetër, babu qawli ar-rajuli lir-rajuli waylak. Do të thënë kur njeriu i thot dikujt mirë ti, i mirë i ti, ose mirë për ty. Ka dy fjalë në gjuhën arabe, wayl edhe wayh. Do të thënë ka ose waylak ose wayhak. Edhe ato do t'i shpjegojmë në vendin e vet. Thot Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Musa qala haddathana Hammam an Qatada an Anas radiyallahu anhu. Do të thënë ky zinxhir i shkurt. Musa, Hammam, Qatada edhe Anas ibn Malik, katër deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot pra transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pa një njeri duke e tërhequr deven. Do të thënë as për qëllim kur kanë shku për haxh. Do të thënë në udhëtimin e haxhit, lamtumirës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në mesin e sahabëve ka parë një njeri që ka qenë duke e tërhequr, do të thënë duke ecë në kam, edhe deven vetëm e ka tërhequr. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam irkabha, do të thënë hipi deves. Ka thënë innaha badana, e kam për kurban. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam irkabha, hipi. Ka thënë e kam për kurban. I ka thënë hipi. Ka thënë e kam për kurban. I ka thënë irkabha waylak. Do të thënë hipi deves mirë për ty. Do të thënë ky është pra një argument se mund të thotë ndonjëherë njeriu të thotë dikujt mirë për ty. Në hadithin tjetër thot haddathana Ibrahim ibn al-Mundhir قال حدثنا أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة قال حدثني المسور ابن رفاعة القرظي
قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله. Pra transmeton Miswar ibn Rifa'a al-Quradi, thotë dëgjova Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma pra një njeri duke pyetur, edhe i tha inni akaltu khubzan wa lahman, i ka thënë hangra buk me mish, fahal atawadda, a duhet të marr avdes? Ka thënë wayhaka atatawadda'u min at-tayyibat, pra mirë për ty, a duhet të marrësh avdes prej, do thotë kur ha gjëra të pastërta, të mira. Po, këta dy hadithe, do të thënë, përmendin këtë fjalë. Njëherë hadithi i parë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i ka thënë njeriu, do të thënë ta shfrytëzoj devën për udhtim, që të hip ta ketë udhtimin më të lehtë, por ai ka thënë kjo është për kurban, do të thënë nuk duhet ta shfrytëzoj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar përsëri, dhe përsëri 3 herë, edhe atëherë herën e katërt i ka thënë wailak. Fjala wail do të thonë mjerim ose dënim, do thotë për si paralajmërim, do të thonë për njeriu që është duke rënë në shkatrim të merituar. Do të thonë ka bërë diçka që meriton me të vërtetë të dëmtohet ose të dënohet, meriton, i thuhet wailak. Kurse kur njeriu bie në ndonjë gabim që është në rrugë e shkatrimit, që nuk e meriton, i thuhet wayhak. Do thotë ky është dallimi mes wail edhe wayh. Pra wail i thuhet atij është qërtim. Të dy këto fjalë janë fjalë qërtimi dhe paralajmërimi. Sigur me thonë, je duke u shkatruar. Mirë po kur thuhet wailak, do të thonë je duke bërë diçka që meriton të biesh në shkatrim. Kurse wayhak, do të thonë kujdes se je duke shku në shkatrim që nuk e meriton të biesh në shkatrim. Pra në të parën, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu, sepse ai ka kundërshtuar urdhrin dhe udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka thënë 1 herë, 2 herë, 3 herë, ai përsëri ka këmbgulur. Edhe ka qenë shkaku pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka insistuar që të hip mbi deve, ka qenë se në kohën e xahilietit kanë menduar mushrikët se nuk lejohet të shfrytëzohet kafsha që është caktuar për kurban. Domethënë në asnjë mënyrë, as milet, për shembull, kafshët që kanë qumësht, as të përdoret për ngarkim, as për udhtim, domethënë kanë thënë as-saibe domethënë disa lloje që i kanë caktuar për kurban, për idhujt e tyre, për të adhuruarit e tyre, ose që i kanë caktuar për Allahun, pa marrë parasysh, domethënë ka qenë ky një bidat që nuk e ka bërë të ligjshëm Allahu subhanahu wa taala. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëzuar që mund të shfrytëzohet kurbani deri në momentin e fundit ku do të therret për Allahun e lartësuar dhe për askën tjetër. Dhe ky hadith është, do të thënë, gjithashtu mund të marrim mësim prej tij në lidhje me të gjitha bidatet ose çdo kundërshtim të rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pasi është rasti, do të thënë, sot është 9 Rabiul Awwal. Pra kjo është periudhë ku shumë prej bidatxhive pretendojnë se është koha e lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bajnë kremtime të lloj-llojshme. Edhe kur vjen kjo periudhë, do të thënë, më shumë aktivizohet ky debat në lidhje me mevludin. Ka disa prej kokave të bidatxhive që i kemi parë, kemi dëgjuar, thonë këta na pyesin ne cili është argumenti juaj që e bëni mevludin. Ai thotë, argumenti jonë është dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky është argumenti për ta bërë mevludin. Edhe thotë, edhe nëse na kishton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos e festoni mevludin ose mos e festoni ditëlindjen time, ne do t'ja kishim festu, sepse kjo thotë respekti është më parsor ose nderimi, do të thënë, është më parsor se bindja ndaj urdhrit. Do të thënë, kjo është logjika e njerëzve të bidatit. Do thotë, ata thonë, pra e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, prandaj ja
kremtojmë ditëlindjen, dhe edhe nëse na kishte ndalu, ato thënë nuk na ka ndalu, por nëse na kishte ndalu, ne prapë do ta kishim kremtu, sepse dashuria dhe nderimi që kemi për ta është më parsorë se sa t'i bindemi urdhrave të tij. Do thotë çfarë logjike është kjo, kur dashuria dhe nderimi domosdoshmë sjellin bindjen. Pra nëse e do me të vërtetë edhe e nderon, respekton, kur sill një urdhër ti e kryen, kur sill një ndalim, do të thonë, largohesh. Edhe kështu na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Edhe Allahu ka thënë kul in kuntum tuhibbuna Allah. Do të thënë nëse e doni Allahun, atëherë ndiqeni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë të bëni ashtu si ju urdhëron. Edhe qëllimi i këtij njeriu ka qenë gjithashtu respektimi për kurbanin që ja ka dedikuar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ka thënë nuk du të hip. Mirpo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar edhe i ka thënë wejlek, do më thënë ti je duke bërë një punë që është rrugë e shkatrimit, edhe e meriton atë se je duke shku në atë rrugë, pra zbatoje urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mos shpik asgjë tjetër, sepse ato ti ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak disa prej dietarëve kanë thënë se është obligim të përdoret kafsha, që është caktuar për kurban, deri në momentin e bërjes kurban, do thot, sipas këtij hadithi. Mirpo, më e saktë është që ky hadith tregon se ka leje njeriu ta shfrytëzojë kafshën, dhe në këtë hadith ka qenë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëzuar për atë që është më e dobishme për të. Do të thënë pasi rruga është shumë e gjatë nga Medinja në Mekë, pra e ka thënë më mirë hip në deve. Por pasi aje ka pas me këtë bindje që ka qenë prej kohës xahilietit, atëherë ka urdhëruar në mënyrë më të prerë. Në lidhje me përgjigjen e Ibn Abbas, po ashtu prej përfitimeve të këtij hadithi, është se lejohet të përsërit, ose është demek e saktë përsëritja e fetvas. Do thotë kur dikush nuk e merr vesh, ti përsëritet edhe një herë edhe dy herë, edhe më thënë është në rregull dhe është e dobishme. Në lidhje me fetvan e Ibn Abbasit, po ashtu, për avdes pas ngrënies së mishit, kjo do më thënë është e qartë se ngrënia e mishit nuk e prish avdesin, përveç mishit të deves, sepse për atë ka tekst. Dhe çdo ushqim tjetër që është halal, është i pastër, thotë kjo fjala e Ibn Abbasit është argument se nuk prishet avdesi nga ngrënia e cili do prej ushqimeve të lejuara dhe të pastra që i ka lejuar Allahu subhanahu wa taala, përveç mishit të deves, se për atë kemi hadith të drejt për drejt. Pra nëse ha mish deveje, ka thonë e ka pyetur dikush pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a atawaddau min luhumil ghanam, ka thënë atë marr avdes kur ha mish dele, ka thënë in shi'ta fatawadda wa in shi'ta fala tawadda. Do të thënë, nëse do merr avdes, nëse jo mos merr, do të thënë nuk është obligim. Ka thënë atawaddau min luhumil ibil, a duhet marr avdes nga mishi deves? Ka thënë na'am fatawadda min luhumil ibil. Po merr avdes kur ha mish deveje. Pastaj ka thënë usalli fi marabidil ghanam, do të thënë mund të falem aty ku flen vend, do të thënë si thuhet? Vath, ban vathën e dhenve. Ka thënë po, mund të falesh. Usalli fi mabarikil ibil, qala la, a mund të falem në vendin ku flen devet? Ka thënë jo. Do thotë prandaj, pra Abdullah ibn Abbas ja ka thënë këtë fjalë wejhak, do thotë që e shpjeguam se do të thënë mos e lodh veten se do të shkatrohesh, nga gjërat e mira nuk merret avdes. Do të thënë merret avdes kur ka ndonjë papastërti. Megjithëse kur ha njeriu diçka, është e preferuar para namazit që ta shpëlaj gojen, të paktën preferohet, do të thënë që ta pastroj gojen edhe t'i heq ato mbetjet e ushqimit nëpër gojë. Pastaj në hadithin e radhës,
që është gjithashtu për përdorimin e fjalës wail, mirë po ka një ndodhi tjetër. Thot Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Ali, qala haddathana Sufyan, qala haddathani Abu Zubair an Jabir radiyallahu anhu. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجعرانة. Pra Jabiri radhiyallahu anhu thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Hunenit, në ditën e luftës së Hunenit, ishte në vendin që quhet një fshat, domethënë ose qytet që quhet Gjirana ose Gjirana. والتبر في حجر بلال وهو يقسم. Edhe kishte flori në prehrin e Bilalit, dhe këtu është përdorur fjala tibr, wa tibru fi hijri Bilal. Do të thënë tibr i thuhet arit ose argjendit, të pastër, që është nxjerr nga miniera, pa u përpunu, do të thënë pa u bër stoli ose kështu monedha. Do të thënë kjo kur bëhet monedha ose stoli, i thuhet dhahab arit, dhe argjendit i thuhet fidda. Kurse të dyjave përpara kësaj, kur janë të pastruara, i thuhet tibr. Pra ka pasur pejgamberi do të thënë në prehrin e Bilalit ka qenë ky tibri, dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka nda, do të thënë pas luftës Hunenit, u ka nda njerëzve. Thot faja'ahu rajul, erdhi një njeri, edhe i tha i'dil fa innaka la ta'dil. Ka thënë ndaj drejt, se nuk je duke nda drejt. I ka thënë pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem wailak. Pra wail, fjalën wail, mirë për ty. Faman ya'dil idha lam a'dil. Pra kush do të ndaj drejt nëse unë nuk jam i drejt? Atëherë Omeri radhiyallahu anhu ka thënë da'ni ya Rasulullah adrib unuqa hadha al-munafiq. Ka thënë o i dërguari i Allahut, më lejo t'ja heq kokën këtij munafiku. Ka thënë inna hadha ma'a ashabil lahu au fi ashabil lahu. Ka thënë ky me disa shokë të tij yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. E lexojnë Kur'anin dhe Kur'ani nuk kalon përtej grykës. Do të thënë taraqi janë këta dy eshtra që janë në gropën e fytit. Do të thënë prej aty fillon dalja e zërit. Edhe Kurani nuk këta lexojnë Kur'anin, mirë po nuk kalon përtej këtyre dy eshtrave. Yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Edhe këta dalin prej fesë siç del shigjeta prej gjahut. Në këtë hadith përmendet ky njeri që i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj drejt. Dhe ky njeri është Dhul Khuwaisira at-Tamimi. Do të thënë sipas transmetimeve të tjera, sepse këtu në këtë transmetim nuk është përmendur, por përmendet që është Dhul Khuwaisira at-Tamimi. Dhe kanë përmendur në transmetime të lloj-llojshme disa cilësi të tij. Ka thënë dikush ka thënë se i ka pas, do të thënë këtë pjesën përmi vetullat ballit të nxjerr përpara, edhe syt të errët. Në tjetër transmetim është përmendur se ka qenë me mjekër të shpeshtë, të madhe, kokën e rruar, do të thënë pa flokë, me izar shumë të shkurtë. Do të thënë gjitha këto tregojnë se shumë i kapur për zbatimin e fesë. Izarin e shkurtë, mjekrën e madhe, flokët e rruara. Dhe në tjetër transmetim rajulun aswad, tawil, mushammir, mahluq ar-ra's, baina 'aynayhi athar as-sujud. Do të thënë ka ardhur pra në këtë transmetim thot njeri i zi, i gjatë, me izarin e shkurtë, kokën e rruar, do të thënë mball i dukeshin shenjat e sejdës, do të thënë nga sejdja e gjatë. Thot njeri që shumë në pamjen e dukshme është i dhënë pas adhurimit, edhe mendon ahiretin, edhe duket shenja që zbaton çdo imtësi të shariatit. Mirë po, nga goja i del qëllimi i saktë.
ose synimi kryesor. Ka qenë ai ari aty që ka qenë. Do të thënë prerjen e Bilalit. Nëse kishte qenë me të vërtetë që vazhdimisht është në sejdë dhe lexon Kur'anin edhe do ahiretin, as nuk do të ishte afru. Mirpo, ka ardhur dhe pasi ka pa që nuk merr hise që e ka dëshiruar, që e ka pas epshin, ka thënë i'dil. Do të thënë bëhu i drejtë o i dërguar. Do të thënë të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. I ka thënë pra në këtë transmetim kështu i'dil. Ka disa transmetime ky hadith. Në një thot i ka thënë ittaqillaha ya Muhammad. Thot frigoju Allahut o Muhammed, sepse do të thënë nuk je duke nda drejt. Tjetër ka thënë i'dil ya Muhammed, do të thënë ndaj drejt o Muhammed. Tjetër ka thënë ja Muhammed, wallahi la in kana Allahu amaraka an ta'dil ma araka ta'dil. Ka thënë wallahi Allahu të ka urdhëruar të jesh i drejt, mirëpo nuk të shoh se je i drejt. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetër ka thënë ja Muhammed, qad ra'aytu alladhi sana'ta. Ka thënë o Muhammed, e pash çka je të bë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa kayfa ra'ayt? Do të thënë çka pe? Ka thënë lam araka adalt. Do thotë nuk të shoh se je duke nda drejt. Në tjetër transmetim ka thënë ja Muhammed, wallahi ma ta'dil. Ka thënë, pra i ka thënë Muhammed, pasha Allahun nuk je i drejt. Ose ma araka adalta fil qisma. Do të thënë nuk të shoh se je duke je i drejt në ndarje. Do thotë, ma jep mu pasurin, kjo është drejtësia. Kurse kur ja jep atyre që ti e di me shpallje nga Allahu dhe me urtësinë dhe me dashamirësinë që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë kjo nuk është e drejtë, pasi nuk më ke dhënë mua, nuk është e drejtë. Dhe gjithashtu përgjigjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose përgjigjja është e transmetuar me transmetime ndryshme, po i përmendim se nga secili ka mësim. Do të thënë si nga kjo pyetja, po ashtu edhe nga përgjigjja. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'dil idha lam a'dil." Do të thënë kush do të jetë i drejtë nëse nuk jam unë i drejtë. Tjetër transmetim ka thënë, "Wa man yuti'i Allaha idha lam uti'hu." Do thotë kush është ai që i bindet Allahut nëse unë nuk i bindem atij. Gjithashtu në transmetimin e Muslimit thot awalastu ahaqqa ahli al-ardi an uti'a Allah, a nuk jam unë më meritori i banorëve të tokës që t'i bindem dhe t'i nënshtrojmë Allahut. Tjetër transmetim men yaltamisul adla ba'di, do të thënë kush mund të synoj drejtësi pas meje. A mund të ketë, nëse nuk kishte qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtë, a mund të ketë më dikush tjetër që do të jetë i drejtë? Tjetër ka thënë al-adlu idha lam yakun indi fa inda man yakun. Pra drejtësia nëse nuk gjendet tek unë, tek kush do të gjendet, tek kush do të gjendet. Tjetër transmetim ka thënë wallahi la tajidu ba'di rajulan huwa a'dalu alaykum minni. Ka thënë wallahi pas meje nuk do të gjeni ndonjë njerëz që është më i drejtë se unë. Do thotë nuk ka dyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndar drejt dhe në mënyrën më të qelluar. Mirë po, Khawarij e ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ky është fillimi i Khawarijve. Njëherë ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, megjithëse ka disa ndryshime në transmetim, po e sakta, e padyshimta është se ai që ka thënë është Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ka thënë më lejo t'ja heq kokën këtij munafiku. Do të thënë ai njeriu që e thot këtë fjalë, padyshim se nuk ka iman në zemrën që i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam je pa drejt, nuk i frikohesh Allahut. Mirë po, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk dua, siç përmendet në tjetër transmetim, nuk dua që mushrik të thonë Muhamedi po i vret shokët e tij. Do të thënë tani në pamjen e jashtme ky është musliman, edhe është bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Madje shenjat e tij janë, do të thënë se është shumë i devotshëm e i përpikt në zbatimin e fesë. Edhe atëherë çka do thonë armiqt? Thonë pra Muhamedi i vret ata të vetët, mos ju afroni atij. Dhe ky hadith është argument se nuk luftohen Khawarijt nëse nuk janë duke luftuar. Pra ata që kanë mendimet Khawarijve nuk
nuk është e saktë, do të thënë që të ndërmerret luftë kundër tyre për sfarosjen e tyre. Por luftohen ata që ngrihen kundër pushtetarit. Si ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta, edhe në këtë hadith ka tregu disa cilësi të tyre, se e lexojnë Kur'anin, do të thënë lexojnë shumë Kur'an, ndoshta e dinë përmendsh, edhe kanë zëra të bukur, e dinë tajwidin, mirë po Kur'ani nuk e kalon në këtë fundin e fytit. Ose është për qëllim se nuk depërton zemër, që ta kuptojnë saktë dhe të punojnë sipas Kur'anit, ose është për qëllim se nuk ngrihet lart te Allahu subhanahu wa taala, nuk marrin shpërblim për këtë lexim të Kur'anit, sepse edhe pse e lexojnë, nuk janë të angazhuar me kuptimin e saktë të Kur'anit, sipas kuptimit të selefit, dhe nuk angazhohen me zbatimin e vërtetë të Kur'anit. Do të thënë pretendojnë edhe i bëjnë qafira muslimanët për shkak të disa mëkateve, të cilat nuk janë shkak, do të thënë mëkate që janë haram, po që me bërjen e tyre nuk del njeriu nga Islami. Vetëm për ato mëkate, do të thënë i bëjnë muslimanët, i bëjnë qafira, edhe në veçanti pushtetarët, sepse nuk janë të drejtë. Do të thënë siç ka thonë i pari i tyre, babai i tyre, i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku mund gjejmë njëri më të drejtë? Thotë ndoshta ka edhe pa drejtësi, mirë po puna është se këta, thotë, në pamjen e jashtme janë shumë të kapur për fe, kurse realiteti i tyre është se synojnë dunjan. Edhe prandaj flasin për çështjen e drejtësisë, për shpërndarjen e pasurisë të pushtetarëve kështu me radhë, do të thënë vazhdimisht vërtiten rreth kësaj, edhe pse thonë për zbatimin e shariatit. Do të thënë zbatimi i shariatit, kemi përsëritur shumë herë, çështja kryesore e zbatimit të shariatit është plotësimi i tauhidit dhe plotësimi i bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë që njeriu ta bëj veprën vetëm për Allahun dhe për asgjë tjetër, dhe të jetë vetëm sipas ligjit të Allahut vepra, vetëm sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kushdo zbatim të shariatit duhet luftoj kundër shirkut në uluhije, madje në rububije, të luftoj kundër shtrembrimit të emrave dhe cilësive të Allahut, siç bëjnë udhëhecit e Khawarizve, si Sejt Kutubi dhe pasuesit e tij, ose siç bën Hasan el-Banna, që tregon se si kanë shku te varret e evlijave të ndryshëm për adhurim e kështu me radhë. Do të thënë, kjo nuk i brengos. Nëse i thu Hasan el-Banna do të thënë e ka promovu shirkun, e ka përmend si kanë shku te varri i Bedeviut e kështu me radhë. Sejt Kutubi mohon cilësitë e Allahut. Ky është haku i Allahut. Këtu zbatimi i ligjit të Allahut është më parsori. Do të thënë për emrat, cilësitë e Allahut dhe për veçimin e Allahut me adhurim. Do të thënë këtu nuk i gjen që të flasin. Kur vjen fjala për zbatimin e shariatit në adhurim, do të thënë si duhet të adhurohet Allahu, si duhet në xhami të kryhet adhurimi, nuk ju bëhet vonë, nëse është me ligjin e Allahut ose jo sipas ligjit të Allahut. Do të thënë aty nuk angazhohen. Pastaj Khawarizët e kohës son, në realitet nuk janë as si Dhul Khuwaisira, nëse ishe, shumë rrallë të ata gjenë shenjat islamit, si do të thënë shenjat pasimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si mjekra ose kujdesi për veshjen ose diçka ose të ngjashme me këto, do të thënë nuk kanë. Mirë po vetëm flasin për gjykim me ligjin e Allahut, duke pasur synim vetëm pushtetarin dhe jo dikant tjetër. Do të thënë vetëm pushtetari e ka obligim të punojë me ligjin e Allahut dhe sipas pretendimeve të tyre nuk është duke punu, edhe duhet ta luftojmë. Edhe për këtë shkak vrasin muslimanë të shumt dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i vrasin njerëz e Islamit, i vrasin muslimanët dhe i lën mushrikët. Do të thënë nëse i shohim gjatë gjithë historisë, do të thënë nga koha e Aliut radhiyallahu anhu deri sot, mirë po, në veçanti sot ne që i shohim me sytë tonë, i shohim nëpër media, fokusi i tyre është në vrasjen e muslimanëve.
jo në përhapjen e islamit jashtë kufive të vendeve të islamit, por vetëm sulm dhe shkatrim në trupin e islamit. Ashtu si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra i vrasin muslimant dhe i lanë mushrikt, nuk merren me mushrik. I vrasin, do thotë pretendojnë për çlirimin e Kudsit, shkojnë në Mekë dhe në Medinë, vrasin musliman për ta çliruar Kudsin. Kurse ata që e kanë okupuar Kudsin nuk janë të prekur prej tyre. Dhe në çdo aspekt. Kjo, prandaj, domethënë ky hadith është një prej shenjave të pejgamberllëkut, të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ka thonë, pra si ka thonë këtu, ky njeri, siç thamë, nuk ka leju të vritet sepse ai nuk ka qenë duke luftu kundër muslimanëve. Kurse për xhavarij të cilët luftojnë, ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të luftohen. Edhe ka thonë se shahidat më të mirë janë ata që janë të vrarë prej xhavarijve. Do të thënë muslimanë që luftojnë xhavarijt janë shahidat më të vrarë më të mirë, kurse të vrarë më të këqij janë ata që vriten nga mesi i tyre, prej, do të thënë xhavarijt të cilët vriten në luftë janë të vrarë më të këqij, edhe janë qenë të xhehenemit, po ashtu në hadith tjetër. Kështu që nëse ata organizohen për t'i luftuar muslimant, atëherë është obligim të luftohen. Nëse nuk ngrihen për të luftuar, nuk luftohen. Mirë po, pushtetari vendos rregulla ta'zir, do të thënë, u bën atyre metoda të disiplinimit që mos e përhapin këtë të keqe. Thotë ajo është sipas ijtihadit të pushtetarit. Pra ky është shenjë, simbol, do të thënë argument i pejgamberllëkut të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ka tregu për atë person që do të dalë kështu, do të veproj, edhe njerëzit e tij, edhe pikërisht këtë kanë vepruar këta, do të thënë kohën e Aliut radhiyallahu anhu, kur i kanë luftuar muslimanët, e kanë bërë kafir Aliun radhiyallahu anhu. Edhe pastaj Muawiyan edhe tjerë njerëz përgëzuar me xhenet i kanë bërë kafira, edhe i kanë luftuar muslimanët, edhe sahabët, duke filluar në krye me Aliun radhiyallahu anhu, i kanë luftuar xhavarijt, edhe gjithashtu janë gëzu, pra ka ndodhur ashtu si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka tregu gjithashtu prej këtyre shenjave, ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se xhavarijt do të vazhdojnë në të gjitha kohrat. Çdo herë deri në ditën e gjykimit do të ketë prej xhavarijve, edhe ka thënë se yakhruju unasu min ummati min qibal al-mashriq yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, do thotë do dalin prej umetit tim disa njerëz nga ana e lindjes, të cilët e lexojnë Kur'anin dhe Kur'ani nuk i kalon fytin e tyre. Kullama kharaja minhum qarnun quti'a. Do të thonë çdo herë kur nxjerrin një bri, prihet ai bri. Do të thonë bëhet një grup, edhe i luftojnë muslimant, dhe muslimant i mposhtin, edhe i azgjësojnë. Pastaj më vonë prap del një bri, do të thonë prap del një grup, edhe prap muslimanët i luftojnë dhe e presin këtë bri, i azgjësojnë ata, dhe prap del. Këtë e ka përsëritur 20 herë. Do të thënë çdo herë ata mposhten, azgjësohen, prap më vonë dalin tjerë e kështu me radhë, derisa te grupi i tyre i fundit, prej mesit tyre del Dejjalli. Do të thënë nga këta njerëz që në emër të Islamit, do të thënë luftojnë për dunja. Si ka thënë Hasan al-Basri, thënë ata janë njerëz të dunjas, edhe pse luftojnë, sakrifikojnë, edhe jam çudit, njerëz si thu janë njerëz të dunjas, ai e jep jetën e tij. Ka thënë ata kanë ndaluar pushtetari ta falësh namazin, ta xhirosh, të japësh sadaka, zakat, të shkosh në haxh. Ati kanë ndaluar këto? Jo. Çka të kanë ndaluar? Kanë ndaluar diçka prej dunjas. Prandaj ti e lufton. Se nëse është synimi yt feja, ti je i lirë ta zbatosh fenë. Atëherë, do të thënë këtë hadith e ka sjell si argument autori rahimahullah për fjalën wail. I ka thënë wailek. Mirë, edhe një hadith që është në këtë temë, megjithëse nuk duket se lidhet me temën, po e ka sjell këtu Imam Buhari, edhe vetëm këtë do ta lexojmë.
Thot حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا الأسود ابن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير وكان اسمه زحم ابن معبد زحم ابن معبد فهاج دمثن transmetohet me këtë zinxhir nga Bashiri, I cili e ka pasur emrin Zahm ibn Ma'bad, dëmthon Zahm I biri I Ma'badit. فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دمثت ka bë hijret te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mesmuk, pra si e ke emrin, ka thon Zahm. Dhe fjala Zahm do thot ka qenë emri I tij, por do me thënë është diçka që nënkupton vështirësi edhe siklet, do të thënë. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bel anta Bashir. Do të thënë ja ka ndru këtë emër, mos e quaj veten Zahm, po quaj Bashir, që do të thënë si përgëzues, do të thënë sjellës I lajmeve të mira. Sepse kur vjen emri Zahm, do të thënë është kuptim negativ edhe I rand. Prandaj ka thënë emri le të jetë Bashir, do të thënë sjellës I lajmeve të mira. Pra kjo është çka ka përmendur ai në lidhje me hijretin. Pastaj thot bejnama ana amshi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh marra bi quburil mushrikin. Atëherë një herë duke ecur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kalum pranë varreve të mushrikëve dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam laqad sabaqa haula'i khairun kathir. Ka thënë këtyre u ka parapri një mirë e madhe. Do të thënë është qëllimi se u ka ikur, s'kan mund të arrin, se kanë arritur këtë mirësi të madhe që të udhëzohen në Islam dhe në tauhid. E ka thënë këtë 3 herë. Famarra bi quburil muslimin. Pastaj ka kalu pranë varreve të muslimanëve dhe ka thënë laqad adraka haula'i khairan kathira. Këta kanë arritur një mirësi të madhe. Do të thënë si kanë qenë në gjendje në shirk dhe kanë arritur ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë hyrë në Islam, do të thënë kanë arritur mirësi të mëdha. Këtë ka thënë 3 herë. Fahanat min an-nabi sallallahu alaihi wasallam nadhra. Atëherë I ka rënë sy pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një njeri duke ecur në mes të varreve me këpucë. Edhe I ka thënë ja sahiba as-sibtiyatayn alqi sibtiyatayk. Do të thënë ka thënë ti që ke me këto këpucë që quhen sibtije, qëllimi është, do të thënë janë një lloj I këpucëve ose sandaleve që bëhet nga lëkura e lopës, e cila përpunohet mirë edhe bëhet e butë. Edhe kanë qenë prej këpucëve më të preferuara, do thotë kanë qenë luks, do të thënë se kanë qenë të buta, edhe gjithashtu të forta për t'i përballu, do të thënë aty në vështirësive të rrugës, por të buta për kampën. Edhe ka qenë, do të thënë kanë qenë këpucë luksoze. Ka qenë me ato këpucë, ka thënë hiqi këpucët sibtije. Fanadhara ar-rajul, atëherë u kthy ky njeriu, shikoi kush është duke thënë, falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kur e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, khala'ana alayhi farama bihima. I zbathi këpucët edhe I hodhi larg. Do të thënë pasi ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra siç e shihni ky hadith nuk lidhet me temën e wail ose wayha, Allahu a'lam. Por qëllimi është, siç tham, përfitimet janë këto 2 aspekte. Një, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka ndru emrat që kanë kuptim të keq, që kanë domethënie të egër ose të rënd, I ka ndryshu me emra të bukur. Dhe po ashtu I ka ndryshu emrat që kanë kuptim të vetlëvdatës, kuptim të tezkijës. Domethënë sikur me thonë emër I devotshëm ose hakem për shembull dhe kanë ndru këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu emrat që kanë pas në kohën e xahilietit kuptime të shirkut, sikur Abdus Shams për shembull, robi I diellit ose të ngjashme. Pra këto emra I kanë ndryshu me emra me kuptime të bukura, me kuptime të tauhidit, për shembull Abdul Rahman
ose Abdullah, robi Allahut, robi të gjithëmëshirshmit, ose siç e shihni Bashir, domethënë pra përgëzues, sjellës i lajmeve të mira, domethënë në këto domethënie të bukura. Dhe çështja tjetër është e qartë për varret e mushrikëve, ka thënë pra u ka hikur këtyre kjo mirësi. Kjo tregon se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka pasur dëmshuri për gjithë njerëzimin. Domethënë edhe ka dashur që njerëzit të jenë të udhëzuar dhe të shpëtuar. Edhe ka thënë për varret e muslimanëve se këta kanë arritur një mirësi të madhe, domethënë kanë vdekur po në Islam dhe kjo është mirësi për ta. Dhe çështja e fundit është ecja me këpucë nëpër varre. Nga ky hadith disa prej dietarëve kanë thënë se nuk lejohet, domethënë që njeriu të ecë në varreza me këpucë. Përveç për domosdoshmëri. Domethënë nëse vendi ka gur për shembull, thepa e tjera me radhë ose gjemba e kështu, ose është nxehtësi e madhe për shembull ose ftohtë i madh, atëherë mund t'i mbaj këpucët, përndryshe nëse nuk e ka të domosdoshme, është e preferuar që të ecë pa këpucë. Domethënë disa kanë thënë që e ka obligim sipas këtij hadithi. Disa kanë thënë që lejohet edhe ecja me këpucë në mesin e varreve, por dhe argumenti është se në hadith ku ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur largohen njerëzit, i dëgjon trokitjet e këpucëve. Por këtë hadith e kanë kundërshtuar se këtu thotë se qëllimi është kur dalin nga varrezat, kur i veshin këpucët. Prandaj nuk është argument i fuqishëm për ata që thonë se lejohet. Sidoqoftë si përfundim, domethënë është shumë e preferuar që njeriu nga respekti për të varrosurit musliman, domethënë mos hyj në varreza me këpucë. Përderisa nuk është e patjetërsueshme që ti ketë këpucët, preferohet që të jetë zbathur në varreza. Dhe nëse është me këpucë, atëherë duhet të ketë kujdes shumë që mos shkel mbi varre, sepse varri i muslimanit është i respektuar dhe i nderuar. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, thyrja e eshtrave të vdekurit është sikur t'i thyeshin kur ka qenë gjallë. Prandaj duhet të ketë kujdes në këto çështje. Wallahu a'lam. Mjaftoj me kaq dhe e gjithë dituria i takon Allahut subhanahu wa taala. E lutim Allahun që të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësojë atë që na bën dobi, të na shtoj diturinë, ta përmirësoj gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.